Keni preksa i Berishën, keni të zjarë sot. Sot keni të zjarë, keni preksa i Berishën. Pa kjo luken, keni preksa i Berishën, keni të zjarë sot. Dëgjuat. Mirë, ky është momenti, le të themi, incidenti ku pati edhe një përplasje mes protestuesve, deputetëve të opozitës për atë çfarë ndodhi në raport me Berishën. Si keni parë rolin e policisë? U godit edhe lideri, do duhet goditej, do duhet të... Tani do të jemi pak koshient edhe këtu do të zhvishmi nga politika. Tërësisht, me fjalë... Do të tregojmë tërësisht profesionistë ka analizë. Do të tregojmë profesionistë, sepse në fakt unë kam bërë edhe rolin e protestuesit edhe rolin e drejtuesit policisë për menaxhimin e protestës. Në një shoqëri ku gëlon korrupsioni, ku ka akuza për zyrtar shumë të lartë për korrupsionin, e shpërdorimin e detyrës, abuzimit me fonde publike, ku nuk ka sindikata. Normalisht i takon opozitës që të ngrejë popullin në peshë, për të u përballur me qeverinë me protesta. Për mua le ta bëjmë për ditat, nuk ka gjë më të mirë. Unë protesta me lule s'kam pa në si vend botës. Unë s'kam pa. Po keni parë, ma jep një rast dhe unë them po. Protesta, po edhe protesta, pa patur gricje, ca konfrontimet vogla, nuk kam pa. Në këtë pikpamje, Partia Demokratike, opozita shqiptare, se nuk është vetëm Partia Demokratike, ka edhe parti tjera, kanë bërë një protest model si pas meje, në pikpamje të organizimit, pa podium, pa fyrje, pa sharje, pa asgjë. Një protest simbolike, biles protesta e radhës që kaloi, i përkiste edhe simbolikës së kujtimit të 35 viteve më parë. Pra, 22 marsit të vitit 1991, kur u banë zgjedhjet e para pluraliste, e tjera. Që humbi thellë PS-ja. Dhe Partia Demokratike e kishte bërë. Jo, nuk kishte humbë PS-ja. Në 92-shin ka 92-shin po ka qenë me 31 mars ata. Jo me 22 mars. Okej. I kam jetuar në Kurriz me gurë me. Po ngatrohem me këto vite. Po me data. Dhe e kishte menduar që do kishte një protest parakalim nëpër institucionet, në ato institucione që janë të akuzuar, por edhe ka siguruar prova organi akuzës në gjykat, dhe ka njerëz me masa ndërshkimore, me masa arresti, burg, arrest shtëpie etj. Pra, opozita kishte menduar që do hidhte ca boj, ca shashka tek ato institucione, se s'shkoi askush ke Ministria e Mbrojtjes. Po nuk shkoi askush ke Ministria e Financës. Nuk Mbrojtja është larg njëherë, po te financës. Te financës e kishte përballë. Ngjitur po. Po nuk e preken as Ministrinë e Brendshme. Fare, në mënyrë kategorike. Shkuan tek simbolikat e korrupsionit, tek Akshi, te Ministria e Infrastrukturës, e kupton? Te Kryeministria, se atje është nëna e korrupsionit edhe, kaq. Pra, në këtë pikpamje, dhe policia kishte deklaruar marrjen përsipër të sigurimit të protestës. Këtë herë po. Mirë, po çfarë ka ndodhur, që unë nuk e perceptoj. Masat që kishte marrë policia ishin për t'u admiruar. Policia sikur e dinte, kishte rrjedhë informacioni i paradës që do bënte opozita dhe kishte bërë planifikimin e mbi 2000 forcave policie. Pavarësisht se ishin deklaruar 1400, kishte më shumë. I kishin ardhur policë nga rrethet, forcat e ndërhyrjes shpejt të Shkodrës, të Thirrit, të Tiranës, edhe forcat speciale ishin grumbulluar. Edhe kishte masa tepër korrekte. Sepse i kishin korrigjuar edhe ca gjëra të tjera që ndodhen me vilën 31. Dhe në këtë pikpamje, unë e kam përshëndetur dhe në media tjera, drejtorin në detyrë aktual, Sokol Bishkën, që e ka planifikuar, pra planifikimin e ka bërë drejtoria e policisë Tiranës, por drejtori i përgjithshëm e ka mbështetur me forcat lëvizëse operacionale dhe ka treguar një vëmendje të shtuar me Departamentin e Rendit dhe të Sigurisë, duke marrë dhe masa shtesë në raport me disa objekte të rëndësishme shtetërore që mund të ishin objekt për të goditur. Berisha tani çpatën. Që është e vërteta, unë s'kam pa ndonjë objekt që t'jetë sulmuar realisht me mjete për ta shkatruar.
Objekti i rëndësisë shtetërore është kryeministria dhe ministria. Patjetër. Por unë nuk kam parë ndonjë protestues që shkoi për t'i vënë kazmën apo për t'i vendosur dinamitin. Ka qenë pamje ati me shtizë, ka qenë një foto ikonike disa protestave të Bashës, që shkonte me shtizë tek dera e kryeministrisë për ta shkërmoqë. Pra, ka pas dhe më të dhunshme. Po nuk kishte konfrontime të kësaj natyre. Përse duhi që policia e shtetit të përdorte lëndët piroteknike, lakrimogjene edhe topin e ujit? Për çfarë? Vetëm pse plasën 5 fishek zjarr? Policia është e përgatitur për ta menaxhuar këtë trisni psikologjike të opozitës apo të çdo grupi protestuesish. Nuk ka pse shpërthen menjëherë përdorimin masiv të lëndëve kimike. Ktu gaboj. Gaboj policia edhe e provokoi. Dhe e keqja më e madhe, si ka mundësi, policia ka në nënvëzhgime, ka dhe me kamera. Gjithkohë. Në çdo moment Sali Berishën ku është Saliu si ka mundësi që aty u shkojë për dorë. Pra si ka mundësi? Edhe me intensitet shumë të lartë, që nuk lejohet. Shiko. Apo gabim teknik i policisë. Unë duhet të them jo gabim teknik. Jo gabim teknik. Por brenda policisë ka njerëz që janë të masat të politizuar. Unë kam qenë nga ato drejtora që kam kundërshtuar përdorimin e forcave speciale në kohë të pushtetit PD-s kundra mitingut PS-s në Kams. E kam kundërshtuar, sepse nuk e ka ligji në kohë fushate që ti të përdorësh forcat speciale. E kam kundërshtuar drejtorin e përgjithshëm dhe ministrin e përgjithshëm. Mos ka qenë rastit e Kura? Janë publike në Kams. Janë publike këta. Pse? Sepse ministrat japin urdhra gojor, por nuk mbajnë përgjegjësi ligjore për komandimin e strukturave operacionale. Atë përgjegjësi e ka drejtuesi. Si mundet që një drejtues teknik në kohë proteste të urdhëroj përdorimin e lëndëve piroteknike, gaz lotësjellse, tymuse dhe topin e ujit aty ku është lideri? Sepse ligji thot ti do t'i përdorish armët, qoftë edhe përfshi dhe plumat plastik, po ndaj elementeve të cilët kryen veprime që në dukje janë agresive për të prishur raportin e forcës, ose për të dëmtuar objektin e rëndësisë shtetërore, ose për të dëmtuar policin. Pra kjo s'ka ndodhur. Përse e ka përcen? Ka përcimi i proporcionalitetit të sulmit të protestuesve me kundër përgjigjen e policisë ka qenë në shkallën superiore. Intensiteti pastaj i përdorimit të lëndëve lakrimogjene. Nga element brenda, por nuk po them nga organizata e policisë, sepse shumica nuk i kam 5 pare mend në kokë që të mos e drejt për së drejti tek leadershipi i Partisë Demokratike. Duke e pasur në konsiderat dhe moshën, se e ka ligji, jo, po thot ligji thot kur në dukje, në vijen e parë të protestuesve, ka fëmijë, gra, të moshuar, nuk mund të përdorish pluma plastik dhe lëndë lakrimogjene. E ka ligji, kurse ti s'ka shkuar, ti s'ka shkuar askush s'ka ka përcyer trotuarin. Përse i përdor? E para, e dyta dhe më rëndësishme. Vendosja e një grupi në pikpamje taktike, të një grupi policësh tek rruga e Elbasanit që kryqëzohet me rrugën që të çon tek parlamenti dhe të nxjerr tek qendra tregtare. Përse? Aty s'ka objekt rëndësisë shtetërore. Objekti i rëndësisë shtetërore është parlamenti. Ti blloko rrugën që çon te parlamenti, po jo rrugën e Elbasanit. Ne kuptoj. Aty u konfrontuan deputetët, se prandaj po ta përmendi. U konfrontuan. Ti ndërkohë që ke marrë përsipër sigurimin, ti shkon i bllokon një segment të rrugës. Nuk duhet. Përse ja bllokon? Ai do bënte xhiron. Do shkonte tek ministria, sepse pastaj ndryshoi drejtimi, edhe shkon në krahun tjetër Iran, edhe shkon ke Ministria e Transportit, që si burimi i korrupsionit, dhe pastaj kaluan tek ministri tjera dhe mesazhin opozita e dha. Normalisht, a ka element të dhune? Në një pjesëmarrje me 20.000 apo 30.000 veta, ka element qoftë të moshave të ndryshme që mund të kryejnë edhe veprime të paligjshme. Policia i ka të filmuar dhe shkoj t'i marrë. Psikologjia e turmës kështu funksionon, është psikologjia e turmës. Por ti, turma u mbet vetë. Psikologjia e forcave të komanduar pse duhet ta kapërcej proporcionalitetin. Se ju e përmendet që ka patur raste të dhunshme. Protesta më e dhunshme ka qenë 21 janari.
përjashtuar vrasjet që i ka bërë një institucion tjetër, që tashmë dihet publikisht, edhe janë provuar me prova, me fakte, policia e shtetit s'ka pas armë. E kontrolluar nga Pameka dhe i Citapi, unë kam qenë prezent, kam qenë drejtues strukturash. Është bërë një raport i Pamekës dhe i Citapi si menaxhim perfekt i policisë shtetit. Por atje nuk ka ngelur pllakë gur piramidës pa u shkullur edhe trotuareve duke i hedhur kundër policëve. Dhe policës dhe rezituan, u plagosën 140 policë. 7 metë prej cyleve u lënduan në rand. Por fatkeqësia më e madhe është që nga brenda gardit, element të gardës Republikës, midis cilëve dhe kolonat pesta të blerë nga opozita, e asaj kohe, shkaktuan atë që shkaktuan. 4 viktima. Dhe kur të përmendesh 4 viktima, nuk ka vlerë fare menaxhimi i policisë. Pavarësisht se ishte jashtë implikimit në veprimtari kriminale. Por bie poshtë mirë menaxhimi, pavarësisht se e vlerëson Pameka dhe i Citapi. Edhe pse pati agresivitet, ke 4 viktima, mbyllet goja ma. Mbyllet sepse krimi vrasje quhet krim shtetëror. Pavarësisht i kreu policia, i kreu garda, i kreu shërbimi apo i kreu kush, i kreu s'ka. Ama sot ti s'ke një policë të gërvishtur nga veprimet e protestuesve, ma thuj një policë. E dinti që po thuaj se ishte gati në përmasat e një inskenimi edhe puna e 6 policëve të lënduar. Po të shkësh të lexosh tani të hetoj një oficer i AMP-s edhe të bëj këqyrjen e librit të spitalit të traumës, çfarë lëndimesh kanë pas policët? Ku janë dëmtuar? Thjesht u kanë shku lot se është përdorur më shumë nga kolegët e tyre lënë lakrimogjene. Do ke duruar më shumë Berisha se sa. Në këtë pikpamje, po në raport policia e shtetit përmendi vetëm 6 policë të plagosur. Nuk i përmendi 14 qytetarë të plagosur. Kështu e bën gjithmonë. Jo, gabim. Pse mund vini gjithkohës një oftim? Jo, gabim. Policia po tjetë e paanshme dhe po tjetë policia e shtetit shqiptar, thot në përballjen me protestën. Pati 6 policë lënduar, pati dhe 14 qytetarë lënduar. Sepse nuk e dim, është atje qytetari që është lënduar që mund të ketë probleme me organet e frymëmarrjes, nga përdorimi i lëndëve piroteknike, nga kush është i dëmtuar. Unë s'di që ka lëndë lakrimogjene në treg, unë s'di të ketë. Policia i ka marrë në rrugë të tjera, unë i di rrugët ku i merë policia. I bën me tendra e tjere. Sepse kam qenë përfaqësues i policisë shtetit kur kemi marrë në Izrael. Këto lëndë, pikërisht, edhe ka ca protokolla, ka ca rregulla, dhe nuk mund shiten në treg. Atëherë në rast se unë jam i dëmtuar nga këto lëndë si policë, më ka dëmtuar shoku im, kolegu. Ndaj dhe nuk lejohet përdorimi i këtyre lëndëve aty për aty. Duhet shpërndahet. Por ti dhe kur e shpërndau njëri i ra në kokë, nuk e di e kemi diskutuar bashkë që i ra polici me atë. Ajo që pra gabime. Dëgjoj. Në teknikat e përdorimit, të lutëm, se tani kalojmë në çështje teknike, shotgani i përdorimit i hedhjes së fishekut me lëndë lakrimogjene nuk duhet asnjëherë të përdoret në turp, duhet bëhet në perimetër. Që të ketë një shpërndarje të barabartë, të mos ketë densitet. Sepse ato me densitet lart edhe të ato do të krijojnë shqetësim për shqisat, po jo të mysin. Po të mbysin, këtu në për protesta, do më thënë ka që në protestat e pare që nisi Basha dhe nisi përdorimi masiv i gazit losjellës, për që janë serios. Ne këtu prononcohemi si ekspert, se po që se ne e trajtojmë popullin që proteston si armik, atëherë ne bëjmë gabimin më të madh, atëherë s'kemi pse dalim në studio. Atëherë ne po bëjmë një punë, sa po të mlidhen protestuesit, nuk i lam të flasin fare, bëjmë një perdë me lëndë lakrimogjene, direkt do ikin. Dhe nuk shprehet e vërteta, nuk ngrihet shqetësimi as për rritjen e çmimit të naftës, as për korrupsion, as për gjë, dhe të rrim duar trokasim biron politike të neokomunizmit edhe okay.